S'po flas për gaz socials. Cilat janë pritjet që ke aktualisht? Cili është ai moment që ka bo muni në emocion gjatë takime me njerëz? Në mbështetjen pas që të kanë dhënë. Përkundër krejt kësaj, si themi, pikture kogja të errët të situatës, gjithmonë ka aty një zë i arsyes dhe i shpresës që të jep qytetari. Edhe ndonjëherë më thonë, hajde se na të keqen e Serbisë kemi largu, jo të keqet e keqeverisjeve. Ose më thonë, për shembull, kemi kun edhe më keq, por na pak jemi sprovu, por do t'ja japim bregut dhe gjëra të tilla. Ose ne kemi pasur më pak, por kemi pasur dashuri më shumë për njëri tjetrin, ne duhet të reflektojmë, të mos i shohim këtë gjëra. Ky grup po ju inkurajon. Më inkurajon edhe kur thonë bëni aleanca. Ka momente zhgënjimi Gjithmonë. Bashkëton me zhgënimin dhe me inkurajimin. Jena të rënë të nkonë, këto grupe njerëzish, këto takime po ta ushqejnë forcën. Gjithmonë. Mos më nalë me hy në kuvend Kosovës. Me hy në kuvend, edhe me garu përsëri, sepse mandej ti thua, po mirë ky që më voton mua, për çfarë më voton? A ka do një prej këtyre gjërave që janë, unë ju them, parapolitike, do një interesaj? Nuk e ka. Unë shumicën dërmuese të tyre, kur nuk i kam takuar personalisht. Por, do me thonë, ne ndajmë disa vlera, disa botkuptime, ndajmë dashnin që kemi për këtë vend, dhe shpresojnë që këta njerëz të na shumëzohen, të na shtohen. Ka shumë njerëz në Kosovë, për cilët nuk e dim se çfarë mendojnë politikisht. Kuptimi që fare pak dalin për të votuar, apo jo, por në anën tjetër, kjo nuk i bën ata më pak përgjegjës, unë mendoj. Dhe një prej synimeve të mia... Neutraliteti nuk është zgjidhje. Jo, është një farë lloj dorëzimi, dhe është një lloj egoizmi, unë mendoj që ti rrim brenda shtëpisë tënde dhe thu nuk aq më bën mua çfarë ndodh jashtë, por ajo jashtë është vend yt, edhe është shtëpia jote. Edhe këtë lloj vetëdijsimi mundon ta sjell tek ata të cilët nuk kanë votuar kurrë. Ndonjëherë ju thon votoni çka të doni, këtë doni, por jo duhet të votoni. Duhet të votoni sepse qytetari një ditë e ka pushtetin. Ato janë ditët e diele kur ai voton. Ai atëherë mund t'i qortoj disa, mund t'i dëshkoj, t'i shpërblej disa të tjerë, dhe pastaj e ka, si themi, kartën në dorë për kërkuar llogari. Por ama ati nëse nuk e ke një vedije politike për asnjë angazhim politik, nuk e shef për bosh se ti ke marrëdhënie kontraktuale me shtetin tënd, disa politikanëve kjo gjë ju konvenon. Sa më pak të interesohen për politikë, se pastaj ata politikën e bëjnë mishmash sipas dëshirës së tyre. Pamja për Kosovën e sotme, fotografia që prezantove, ka bilans të zëmt. Ka. Pamja që prezantove nga takimet që ke me njerëz, ka bilans entuziast, inkurajues, po të të inkurajuar. Ka shpresë, gjithmonë. Po ju shonë në shpresë, në një klim shpresë. Absolutisht, sepse edhe ata që ishin në UÇK nuk ishin grupe të mëdha. Ishin grupe të vogla, që kanë qëndruar për të vërtetën. Edhe ata janë bullizuar, janë përfolur, janë sulmuar, apo në aspektin social nga të gjithë, përfshirë edhe nga politika asaj kohe, por ata besuan në kauzën e tyre dhe ja dolën dhe pastaj një të tjerët festuan bashkë me ta. Dhe kështu dua ta besoj edhe këtë entuziazëm, që janë grupe të vogla, të vetëdijsuara politikisht, të sprovuara shumë rënd, edhe politikisht edhe ekonomikisht, por që nuk dorëzohen dhe i thënë pushtetarët ndal bek se këtu ka hendek, nuk kemi shtet për të luajtur ti me te. Por ti je këtu për të shërbyer këtij shteti. Kaq duam për tyre. Ke menduar për mbrëmjen e 7 qershorit? Si është një ditë e zgjedhjeve, votime për ju si garues? Si garuese, të them të drejtën, janë 4 herë në garë. Herën e parë nuk ja kisha haberin, çka i bie dhe rezultati tyre, por të them të drejtën, herën e dytë kam qenë shumë e mërzitur me rezultatin tim, por pastaj prap edhe aty e kam gjetur një lexim inkurajues dhe kam thënë, dëgjoj, por unë në politik nuk jam për të bërë deputete. Në politik jam për politikën. Dhe unë atë mund të bëj kudo që jam. Qytetari nuk ka menduar se mund të bëj mirë në kuvend, në rregull jemi e bëjmë në një platformë
tjetër. Arsyeja pse përkundër këtyre Nuk e dëgjuar asnjëherë. Jo, sepse kam thënë, shikoni, nëse unë e kërkoj besimin e qytetarëve sepse mendoj që këto punë që unë i bëj, do t'i bëja pak më mire, pak më ndryshe në kuvend. Dhe këtë e kam për qytetarët. Nëse qytetarët më vlerësojnë, në rregull. Nëse jo, unë prapë jam përshli qytetarëve të mi dhe shtetit tim dhe vazhdoj me punët e njëjta. Dhe kam dashur po ashtu shumë grave në politikë t'ju shërbej si frymëzim. Dhe shoh se ja kam arritur në disa pika, dhe njëherë do gra më thonë, s'kam pas me garu, po kur të pash ty thash, hajtë edhe unë edhe qësi heri po garoj. Të vetohem. S'kam dashur as vajzave të mia t'u lë për mësim, faktin që garoj, dështoj dhe u zhdukën nga politika, apo se pa më, nuk bërja asgjë. Këto mësime nuk guxojnë të jenë në pjesë e politikës apo qytetarisë së Kosovës. Këto është një si mision angazhimi. Është mision, jeta është garë në vete, në çdo sferë. Gjatë rrugtimit mund të shërbejmë dikuj si frymëzim, por edhe ne mësojmë shumë. Unë i dua tash fushata se mësoj aq shumë nga qytetarët. Të kam bërë për vete zgjedhjet, a? Jo, në atë kuptim, jo, sigurisht se jo, sepse tash kjo është një temë tjetër, është e vështirë për gratë. Nuk kam dëshirë, unë jam vetë feministe, nuk dua ndonjëherë punët të them do për burra, ma letë për gratë, por me të vërtetë është gare pa barabartë dhe pa barazit ishe më së miri në fushata zgjedhore. Do të thotë derisa unë duhet mendoj çfarë më hënë fëmijët në shtëpi, paga pastaj të ndalohet dhe ti me ato pak kursime që ja u ndal fëmijëve del në fushat dhe krahasot me të tjerët të cilët dalin kështu si nonchalant, lëndrojnë, ose dikush u ndihman me fushatat, ose buxheti familjare absolutisht nuk dikush me një vagon xhipave aty. Po, e ti duhesh, kur ta marrësh ti veturën, pastaj dikush atje duhet shërbehet ndryshe, tjera. Nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur. Sigurisht, e bëj me dashuri, nuk është se gjithmonë jam kështu happy në për rrugë, kolegët më shohin dhe njanë më thonë çka jem rol, që po del kështu, po jam rol se jam rol, do të kam një arsye. Gjëja që dua të them që ka të mira, ka të këqija, vështërsitë janë aty, po çdo vështërsi për këtë Kosovë ja vlen. Unë sot kur i mendoj ata që janë në Hag, rriti, unë tham, a din çka, po unë pavarësisht që tërë ditën jam rrugëve, në mbrëmje unë kthehem te fëmijët e mi. Dhe i shoh, dhe i pyes, dhe i preku, dhe i përqafoj. Këto gjëra atyre ju kam privuar. Për çka? Që unë t'jem e lirë t'i gëzoj momentin e fëmijët e mi. Atja është dashur tjetë dikush tjetër. Dikush që na i ka bo me na mungu mira njerëz, që na i ka djek shtëpit, kafshët në për shtëpia. Ata të cilët e kanë kthy Kosovën mrapa në çdo aspekt, atje e ka vendin dikush tjetër. Ata që bën gjenocid efektivisht. Definitivisht po. Cila është gjëja më e vlerë që çmojnë njerëzit e ju? Personalisht? Po. Çka të thonë njerëzit? Njerëzit. Ka gjëja që çmojnë të ju? Edhe e çmojnë, edhe më kritikojnë, kuptimin që më thonë, je shumë direkte, je shumë e drejtë për drejtë, duhet të jesh më diplomatike. Dhe unë e kam studiu diplomacin dhe politikën, dhe unë besoj që ato janë të drejtë për drejta, në vete, se paku në letër. Dhe ata më thonë më, ja, se do politika kështu me shpirte, me zemër, e kreç ka ta thot menja, ti me e qitë prej goja. Unë kështu e shijoj dhe e kuptoj politikën, dhe ndonjëherë po këtë kritik që ma thonë, kthehen e më thonë, çmoj pse je direkte. Do më thonë për të njëjtën gjë. Njerëz ta çmojnë virtytin që jam e drejtë për drejtë. Edhe që nuk je i lekundshëm. Jo, asnjëherë. Që ki kohezion, ta çmojnë po atë vazhdimsi që ki, që nuk lekundesh, nuk të ndohesh nga situata të ndryshme. Jo, edhe konsistencën. Unë mendoj që pavarësisht sa jam e zëshme, sa ndonjëherë edhe ditë edhe të bërtas, unë kam folur për kauzat e njëjta. Dhe jam angazhuar për të njëjta gjëra, dhe para politike, dhe në PDK, dhe pas. Njerëzit presin që në momenti kur ti hyn në politik, e shohen thu se është normalizuar çështja e ndrimit të partive politike, do thotë nuk i bën synimet aty, hajtë se s'ka problem se shkojti një parti tjetër, por ama kauzat për cilat unë kam hyrë në politik,
ato mbeten të njëjta dhe kjo nuk është çështje partish politike, është çështje e suksesit Kosovës. E vërtet, mbase me PDK-n, në momentin kur ne nuk i kemi liderët, realizimi i këtyre kauzave nuk është krit kollaj, apo jo? Jo. Nuk është njësoj me zot shpije në kuptimin idealist dhe pa të, por PDK-ja ka dëshmuar një reziliencë të hatashme. Ka treguar që ka një demokraci të mbrëmshme, që ka njerëz që zavensojnë dikën, spaku deri në një mas, që vazhdojnë punën, që tregojnë që nuk jemi parti e një njeriu, po jemi parti politike e mirëfillt në shërbim të qytetarëve. Veç të imagjinoni edhe partinë më të madhe që kemi në pushtet pa liderin e tyre. Si do të ishte sipas Ata vet më thonë se ne jemi gjithçka edhe jemi kurrë pa të. Edhe ne e dim këtë gjë, edhe kanë dëshmuar edhe ata deputet që janë në kuvend, fatkeqësisht. Po edhe partitë e tjera, për cilave janë dalë 10 partitë të tjera të vogla. Partia Demokratike, unë them se shoh liderin apo spaku hijen e atij leadershipi në secilin antar të Partisë Demokratike të Kosovës. Shpresën aty. Kemi kryetar në degësh që 20 korikun ta kthene në fest kolektive, jo si parti, si këmbë, si shtet. Sepse shikoni, adin ka njerëz që unë i takoj akoma, se është parti e madhe, ka ndonjëherë i takoj dikan kryetarin në ndegë që se kam taku kur. Jam bërë 7 vjet s'kam arritur ta takoj. Kur e shoh, ai vetë është i papunë. Ose ka qenë vetë në luftë, ose ka dikan të familjes, edhe unë kur e shoh atë që nuk heq dorë, që vazhdon dhe bën dhe politikisht është aktiv. Mi mban shpresën, po. Të lutem, edhe ka konsistencë të punën e vet, të tillë ka aq shumë edhe gra edhe burra në Partinë Demokratike të Kosovës që nuk dorëzohen, por që i mban çaj shembulli i liderit që kemi pa. Më bën borxhli ndaj tyre. Edhe unë shpesh them kur munden ata të duhej të mundja edhe unë. Të duhej. Se paku me disa matje personale. Unë kam hyrë në Partinë Demokratike e Kosovës si një grua e realizuar në kuptim edhe të karrierës, edhe të shkollimit. I kam mbaruar unë të gjitha. Kishe eksperiencë besa në institucione ndërkombëtare. Të gjitha. Tjera. Dhe kur kam hyrë, edhe shoh njerëzit që akoma bëjnë, tham unë duhet të bëj për ata njerëz. Për ata njerëz të strukturave më të ulta, sepse edhe ata janë qytetarë të Kosovës dhe nëse ata kanë fuqi dhe shpresë, unë duhet jam shembull për ta dhe jo shembull i dorëzimit dhe ose dikujna që është aq label që shetit nëpër politik koti. Pyetja fundit, çka do doja të shihje në Kosovë që do të përmbusht? Do doja të shihja Kosovën të integruar ndërkombëtarisht në të gjitha nivelet dhe të sjell pastaj Kosova atë rrëfimin e vet të bukur të dialogut, të tolerancës ndërfetare, ndërkulturore në botë, si një vend që ka çfarë të tregoj, sepse në fundja fare, atë si është kjo punë, siç unë e kuptoj, nuk është gjithmonë edhe vetëm për materialen, sa është për shpirtërorën. Dua ta shoh kosovarët, njerëzit e Kosovës të jetojnë të lumtur, me atë çfarë kanë, që të mos ketë armiqësi, të kenë një mirëqenie mesatare. Për të gjithë, ai i cili punon le të ketë tash mos të hyjmë në tema të tjera. Në rregull jemi me atë pjesë, unë e mbështes zhvillimin e sektorit privat, gjitha ato, por do doja që familja e Kosovës të jetë një familje e lumtur. E meriton lumturinë mas gjitha hjekave shekullore dhe e meriton një vend në arenën ndërkombëtare ku dikush thotë është një shtet i vogël, por sa ka njerëz të mirë aty, sa është mirë të shkosh aty, ka një natyrë, ka pasuri, janë të besueshëm si partner. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë mundohem t'ju them, shikoni, nuk është gjeopolitika me shtete të mëdha të fuqishme, por me shtete të besueshme, të parashikueshme, dhe shtete që janë të pabesë, që luajnë, herë me një taraf e herë me një taraf. Kosova, këto 4-5 vitet e fundit, po ashtu e kemi parë të lëviz në kuptim të lojës ndërkombëtare, dhe kjo nuk është gjë e mirë. Kjo shkon në dëmin e shtetit, qytetarëve e tjera. Pyetja ishte e para. Çka do doje të shije
Pas në 7 Kosovë. qershorit. Pas 7 qershorit dhe pyetja radhës është në cilat çështje do të punoje më zell pas 7 qershorit po u bëre deputete. Në të gjitha ato punë që kanë shkuar keq këto vite, në të gjitha ato ligje që nuk janë kryer, nuk janë plotësuar, do të punoja shumë në pajtimin e njerëzve, sepse mendoj që kur ata kanë një pasqyrë nga kuvendi, ku vlerat vlerësohen dhe antivlerat pastaj penalizohen, mendoj që kjo do të jetë një reflektim edhe për shoqërinë mbar. Do të punoja shumë në realizimin e programit për qytetarin që ka Bedri Hamza. Do doja që çdo qytetar ta lexonte dhe ta dinte. Dhe do doja t'i siguroj qytetarët po ashtu që nëse edhe Bedri Hamza dikun dështon në atë program, do t'jem atëherë edhe opozite e ti, sepse për te çdo gjë ne jemi aty për Kosovën dhe qytetarët. Do të mundohesha që t'i përafroj njerëzit politikisht të shërbej si them një urlise mes taboreve të ndryshme dhe po ashtu do të mundohen që me miqt e mi kudo që i kam të bashkisë ndërkombëtare t'ju pastroj paksa atë pikturën që ata kanë filluar ta kenë për Kosovën si një shtet mos mirënjohës, si një shtet që ka filluar të mbrojë interesa të atyre të cilët bien në kundërshtim me interesat e miqve tonë perëndimor, fatkeqësisht. Ka aq shumë, por do të doja të jem aty edhe këtë gjë, se është për mua kauza kryesore fuqizimi i grave. Unë akoma mendoj që në tërë këtë pejsazh gruaja akoma nuk e ka zërin e vet. Dhe ta fuqizoja zë për te, t'ja jopi mikrofonin çdo gruaje në Kosovë, se çdo gru ka çka thot. Krejt, të gjitha gratë, edhe në fshatin më të largët, edhe nëse ka nivelin e arsimit më të ulët, ajo di çfarë të thot për Kosovën dhe ajo ka një zgjidhje për secilin problem që ja ka shkaktuar ky pushtet. Dhe unë dua që t'ja mësoj këtë. Si do ta bëje për veten një votues për 1 minutë, 2 minuta? Si do ta bëje për veten një votues me 7 qershor? Unë nuk jam aq mirë si duket për votuesin për veten, se më mundoj votat. Neutral, që mund të jetë neutral. Vetëm do t'i thoja, a e doni Kosovën? A e doni Kosovën kur Kosova është e mirë për ju, apo kur ju nuk ndihni mirë në Kosovë? A mendoni që i keni bosh Kosovës? Dhe nëse po, atëherë do të fillojmë t'i njehim gjërat. A ka diçka që ti mendon se mund të bësh për Kosovën? Pa shikuar emra mbi emra, as logo partish, po, për të shikuar kauza. Dhe nëse ata janë në gjendje të mi përmendin disa prej këtyre kauza, atëherë ne dalim me programe me letra e themi urdhra. Kjo është oferta zgjedhore. Jo vetëm e PDK-s, ja ku i ke të gjitha, kush e mban fjalën, kush çfarë ju ka premtuar, a e ka realizuar, kush mendoni se ka fuqinë dhe kapacitetin për ta realizuar, ju vendosni. Dhe përfundimi del që? Dhe ndonjëherë i lë duke i menduar dhe largohem, njeriu ka nevojë për reflektim dhe disa të tjerë thonë, po për Zotin mirek.